Luçezin të Jakovës me trofeun e parë. Unë mendoj se gjithë jetën do të jam me klubin e vllazërimit. Në moshën kur shumica bashkëmoshatarëve të tij janë të zhytur në botën e lojrave, Trit Peja ka zgjedhur një rrugë tjetër, atë të përkushtimit dhe dashurisë për klubin e tij të zemrës, vllaznimin. Vetëm 12 vjeç, Triti punon si ekonom i ekipit të basketbollit. Ai kujdeset për fanellat, topat dhe gjithçka që lidhet me përgatitjen e skuadrës. Para 3 viteve ishte loja në Gjakov kundër KBP-s dhe për herë të parë erdha me një shok timin dhe atë lojë fitoi vllazënimi dhe masane janë nisa tu ardhur çdo lojë kur kishte në Gjakov. Erdha dhe 2 viteve, mas 2 viteve erdha Janisa në përshërbitje më ardh dhe trajneri më tha a do të punosh si ekonom i klubit të KB vllazërimit dhe unë i thash me gjithë qef, unë do të vi. Triti zbulon se cili trajner i ofroi mundësinë të bëhet pjesë e klubit. Oferta merret prej trajnerit Dorant Hona dhe unë ja nisëm me punu. Lojën e parë që shkova jashtë qytetit të Gjakovës ishte në Mitrovic dhe ajo ishte shumë kënaqësi për mua. Nga shkolla në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë. Kjo veç për një arsye. Vllazënimi kërkonte titullin e Ligës Unike, të cilën e arriti pas fitores kundër Prishtinës. Kum pas atë ditë shkollë dhe e kryeva shkollën, u bë ora 3, unë nisa me një autobus në stacion të Gjakovës, unë nisa për Prishtinë dhe një basketbollist ka emrin Arber Sinoni, atë stacioni i Prishtinës më ardhi me mur dhe unë nisëm drejt tek solla në Prishtinë. Triti ishte kapluar nga emocionet, pasi vllazënimi fitoi titullin e parë pas 29 vjetëve. Ishte shumë ndjen e mirë që vllazënimi pas 29 viteve fitoi një kupë dhe ishte shumë ndjen e mirë dhe kisha shumë emocione që fitum. Janisa duke qajtur. Baba i Tritit Adriatiku përshkruan dashurinë e djalit të tij për klubin nga Gjakova. Me tregu të vërtetën, unë edhe ato lojnat kur ka pësu humbje vllazërimin, klubi basketbollistik, unë kum bisedu qartë me ta dhe kum pa që ka shumë emocione dhe përjeton shpirtnisht si fitoret edhe si humbjet. Për vllazënimin Triti është më shumë se një ekonom. Ai është simbol i pasionit dhe dëshmisë se dashuria për ekipin nuk njeh moshë.